ju njoftoj se kemi pranuar 5 aplikacione nga kandidatët, ndërsa me post nuk kemi pranuar asnjë aplikacion. Fillimisht sekretariati, duke u bazuar në nenin 8 paragrafi 1 dhe 2 të rregullorës 07/2024 për emërimin e kryeprokurorit të shtetit dhe kryeprokurorëve të prokurorive të Republikës së Kosovës, ka rishikuar materialet e pranuara nga secili aplikues për të përcaktuar nëse kanë plotësuar kriteret e kërkuara me rregullore për të konsideruar formalisht si kandidat për këtë pozitë. Si dhe pastaj sekretariati po ashtu i ka dorëzuar pra panelit vlerësues edhe listën e kandidatëve për shqyrtim dhe konfirmim. Paneli vlerësues me datë 17 qershor 2026 ka shqyrtuar aplikacionet e këtyre kandidatëve së bashku me dokumentacionin e siguruar nga sekretariati lidhur me plotësimin e kriterëve sipas rregullores në fuqi, ku në këtë takim janë ftuar për monitorim përfaqësuesit e mediave, shoqërisë civile si dhe partnerët tanë ndërkombëtar. Pas shqyrtimit të aplikacioneve, paneli vlerësues për emërimin e kryeprokurorit të shtetit ka vlerësuar se të gjithë kandidatët, pra që të 5 i plotësojnë kriteret e kërkuara si Sa i përket punës së prokurorive, gjatë vitit 2025, në lidhje me veprat penale të korrupsionit, mund të themi se gjatë vitit 2025, shumicën e kallëzimeve penale që ndërlidhen me veprat e korrupsionit e kanë parashtruar qytetarët, pastaj vinë policia, pastaj vinë organet publike dhe prokuroria me vetë iniciativë, është e fundit me iniciimin vetëm të 4 rasteve. Mënyrat e trajtimit, gjithsesi gjendja dhe trajtimi i kallëzimeve penale, viti 2025 ka filluar me 708 raste, pastaj janë pranuar 677 dhe janë proceduar 529 raste, ndërkaq 1027 kanë mbretur. Prej gjitha prokurorive të cilat janë të përfshira në raport, pra 7 prokurori themelore dhe prokuroria speciale, prokuroria themelore e Gjilanit prin me trajtimin e kallëzimeve penale 67%, ndërkaq prokuroria themelore në Mitrovic ka numrin më të ulët të zgjidhjes së kallëzimeve penale. Prokuroria themelore e Prizrenit është prokuroria e cila prin me ngritjen e akt akuzave, sepse të gjitha rastet e korrupsionit kanë përfunduar me ngritje të akt akuzave, ndërkaq prokuroria themelore në Pej ka numrin më të ulët të akt akuzave, kurse shumicën e rasteve i ka hedhje të kallëzimeve penale dhe pushime të hetimeve. Sa i përket vendimeve të gjykatës në lidhje me këto vepra penale, në shumicën e rasteve kemi aktgjykime dënuese me përjashtim të prokurorisë themelore në Prishtinë, ku përqindja dallon pak me aktgjykime dënuese dhe ato liruese. Sa i përket krimeve ekonomike, edhe këtu, domethënë të gjitha prokurorit, edhe këtu rezulton që shumica e kallëzimeve penale këtu vinë nga policia, pastaj vinë nga qytetarët, pastaj nga organet publike dhe prokuroria me vetë iniciativë. Viti 2025, tek rastet e krimeve ekonomike, ka filluar me 507 lëndë, janë pranuar 345, janë proceduar 279 dhe kanë mbetur për trajtim pastaj të bartura në vitin 2026, 696 raste. Prokuroria themelore në Gjilan është ajo cila ka proceduar numrin më të madh të kallëzimeve penale që i referohen krimeve ekonomike, ndërkaq prokuroria themelore në Mitrovic edhe këtu ka numrin më të vogël të trajtimit të rasteve me kallëzim të natyrës së krimeve ekonomike. Sa i përket mënyrës së procedimit të personave, prokuroria themelore në Gjakov këtu prin me ngritjen e akt akuzave, sepse të gjitha rastet që kanë të bëjnë me krime ekonomike kanë përfunduar me ngritje të akt akuzave, ndërkaq prokuroria themelore në Mitrovic dhe prokuroria speciale të gjitha rastet e krimeve ekonomike për vitin 2025 i kanë hedhje të kallëzimeve penale dhe pushime të hetimeve. Sa i përket aktgjykimeve, pra vendimeve të gjykatës në rastet e krimeve ekonomike, në të gjitha prokurorit, 90% e rasteve kanë përfunduar me aktgjykime dënuese. Në faqe 10 të këtij raporti është pasqyrohet një gjendje shumë alarmante, e cila le të themi ndër vite është shqetësim. Pra, prokuroria themelore në Prizren prin me numrin e akt akuzave të ngritura, domethënë 100%. Kurse prokuroria speciale dhe prokuroria PS mbetin në numrin më të vogël. Nëse i shohim në përqindje, 86% janë hudhje dhe pushim. Është shifër shumë e lartë nga ana prokurorisë speciale, kurse në prokurorinë themelore në PE janë 89% hudhje dhe pushim. Vërtet është një përqindje shumë e lartë dhe raportet që kemi trajtuar para disa dite dhe ky raport do të na shërbejnë, sepse Këshilli për shkak dinamikës të punës
nuk ka arrit ende të mbajë takimin e radhës me kryeprokurorët, prokurive dhe do të na shërbejë një raport që do të ballafaqohem me kryeprokurorët me rastin e raportimit para Këshillit. Arsyeja sepse tek këto lëndë ka hudhje të kallëzime penale, sikurse edhe numër të madh të pushimeve, të hetimeve, për shkak se kam punuar mbi 4 vite vetëm me natyrën e këtyre veprave penale, është fakti se një pjesë e madhe e këtyre rasteve vinë në sistem prokurial përmes kallëzimeve penale fiktive, anonime, ose vetëm informatave si tilla, prandaj edhe natyrisht është obligim i secilit prokuror që pranon një rast të tillë që dhe ta trajtoj që së paku të ketë një hetim preliminar, siç e quajmë ne, një grumbullim të informatave që bëhet përmes autorizimeve që jepen policisë për t'i verifikuar nëse ato pretendime do të qëndrojnë apo jo.